Почитувани. Deputeti i VMRO të PMN-s, Hristijan Dellev, në preskonferencën e sotme për shtyp, akuzoi qeverinë e LSDM-s se po e zhytin shtetin me borxhe, për shkak se ministri i financave Dragan Tevdovski ka caktuar për nesër ankan të letrave shtetëror me vlerë. Заев и Тевдовски немилосърдно продължуваат со задолжување на Република Македонија. На утрешната закажена аукција на државни хартии од вредност планираат да ја задолжат Република Македонија за нови 2 милиарди 750 милиони денари. Nga VMRO dhe PMN kërkojnë përgjigje nga LSDM, pasi që ende pa filluar të realizojnë premtimet parazgjedhore, filluan të shkrijnë rezervat e shtetit, me të cilat në mënyrë të shpejt dëshirojnë ta partizojnë aparatin shtetëror. Граѓаните уште чекаат одговор во чии џебови завршуваат овие пари. Зошто СДС не го намали јавниот долг како што ветуваше пред избори, туку напротив го продлабочува. Ai shtoi se gjithë këtë papërgjegjësi dhe paaftësi të qeverisë së LSDM-s së shpejti do të vijojë përgjegjësi politike në të cilën LSDM do ta bartë në zgjedhjet lokale.